doktor, po flasim për këto artritet e shpinës edhe të qafës, domethënë kolona e fund shpinës edhe pjesa e qafës që po aktivizohen shumë ose po shfaqen shumë tek moshat e reja. Por ju përmend disa nga arsyet. Ndonjë arsye tjetër ka që mund të jetë lidhur me faktorë ambientale apo me faktorë ushqimor? Po, nuk diskutohet, nuk bëhet fjalë vetëm për dispozita gjenetike apo forma të nuk e di më se të Po, ne folëm pak më sipër për pjesën e infeksioneve seksualisht transmetueshme që janë një trigger. Po, që është një gjë shumë interesante dhe në fakt unë nuk e di që kemi edhe këtë gjë në reumatologji. Po. Përveç këtyre kemi edhe forma të cilët janë mund të shpërthejnë nga çdo infekcioni viral tjetër, ëh. Domethënë Epstein-Barr virusi, citomegalovirusi, janë ato viruset, parvoviruset, të cilët arrin ta thyejnë kodin gjenetik dhe të bëjnë të shprehen genet. Pra kjo është e para. Përveç asaj, më fal që ndërpres, po mendoja për diçka nga rutina jon ditore, për përditshme, për shkak nuk e di, dikush thotë që ndryshoi koha, mos u la shumë në det, sidomos tani në periudhën e verës se mund të ftohen kyçet, domethënë aktiviteti nuk e di a lidhet kjo realisht me këtë pjesën e fenomeneve reumatizmale. Aktiviteti fizik rekomandohet në të gjitha këto lloj sëmundjesh. Domethënë shihet një faktor protektiv, por në disa raste mund të jetë që të nxjerrë në pa. Një person i cili ecën shumë, që ka një dëmtim ose që noton shumë, që bën shumë palestër, bën shumë sport, dhe ka një dëmtim inflamator të një tendini, qoftë një tendini të supit apo të pjesës talokruralit, tendini të akilit apo një tendineve suprapatelar apo infrapatelar, dhe mund ta marrë fillimisht këtë gjë si një dëmtim që mund të ndodhur për shkak të aktivitetit fizik. Dhe më pas kur shikon që kjo gjë shkon më tej, po inflamohet më shumë, jep më shumë dhimbje, gati paralizon pjesën e lëvizjes, atëherë drejtohet te mjeku, qoftë ortoped, qoftë reumatologu, që shikon që ka një tendinopati. Dhe momentin kur ne futemi në kuadrin e tendinopative, në të moment fillon edhe gjithë çekimi për këto patologji që ne folim. Pra për një gjë që ne nuk na shkon që kjo gjë është domethënë një gjë normale. Për shembull, shpesh herë janë këto skjepat që dalin tek thëmbrat e këmbëve, që treçereku i konceptojnë si një fenomen artroze, por që kjo do ishte një artroz, po të ishte pas 42 vjeç. Çfarë kuptimi do kishte nëse kjo do dalin në një djalë apo një vajzë 25 vjeçare? Është pikërisht kjo lloj sëmundje, kjo lloj artritesh, të cilët fillon kjo si patologji. Apo një person i cili është një moshë të re dhe që bën kalcifikimet përsëritura të tendinit të bicepsit.